Të nderuar shikuesi, përshëndes, do të jemi së bashku në minutat e ditarit informativ, ku ndër të tjera do të ndiqni. Në Gjirokastër është mbajtur edicioni 4 i Qilin Fest, një aktivitet që promovon artizanatin tradicional me dorë, qilima të punuar me mjeshtëri dhe motive të trashëguara brez pas brezi janë ekspozuar përgjatë kaldrëmeve të qytetit, duke sjellë në vëmendje një traditë po aq të vjetër sa vetë Gjirokastra. Mbrëmjen e djeshme në Gjirokastër është mbajtur edicioni i 9 i takimit të polifonis, një nysmë që sinon të afrojë të rinjt me këngët isopolifonike dhe vallet tradicionale të identitetit ton kulturor me drejtimin e mjeshtrit Roland Çenko. Ky aktivitet i dha zë brezit të ri që zgjedh ta mbajë gjallë traditën. Ylli Hadaj nga Kërcyra prej gati 20 vitesh mbledh bimë medicinale në male. Ai thotë se këto bimë janë të rësisht natyrale dhe shumë të kërkuara si nga banorët vendas, ashtu edhe nga turistët. Pavarësisht sfidave, 55 vjeçari nuk ka rreshtur për asnjë ditë së mbledhur dhe grumbulluar bimë medicinale, nga të cilat ka siguruar ekonominë e familjes së tij. Sezoni i shartimit të pemëve është drejt përfundimit edhe në bashkinë e Fineqit. Specialistët lokal i kushtojnë më shumë rëndësi shartimit të agrumeve. Ju njohim tani më gjerësisht, në Gjirokastër është mbajtur edicioni i 4 i Qilin Fest, një aktivitet që promovon artizanatin tradicional me dorë, qilima të punuar me mjeshtëri dhe motive tradicionale të trashëguara brez pas brezi janë ekspozuar përgjatë kaldrëmeve të gurta në pazarin e gurtë të qytetit, duke sjellë në vëmendje traditën po aq të vjetër sa vetë Gjirokastra. Në Gjirokastër është mbajtur eventi Qilin Fest, që erdhi në edicionin e tij të 4, një spektakël qilimash dhe motivesh që kanë mbuluar kaldrëmet, demonstrimet publike të traditës së punës në tezgjah. Disa prej qilimave të ekspozuar në pazar janë realizuar që prej fillim shekullit të kaluar si pjesë e një tradite po aq të vjetër sa qyteti. Pjesëmarrëse në këtë event artizania Eli Zhulati po ju mëson nxënësve të qendrës kulturore se si bëhen qilimat. Tuar është edhe një ambient i vogël me qylimloj, po e themi kështu, me fëmijët e qytetit, po jo vetëm, edhe një pjesë e fëmijëve të qendrës kulturore Fato Berberi, të grupit të qëndisjes. Hapat e para se si mund të punohet në tezja, po këta janë të vegjël dhe nuk mund t'i vëmë në tezja, po diçka të vogël dhe ata e fillojnë edhe ndoshta e mbarojnë në shtëpi. Jam duke bërë një qylim. Edhe më pëlqen shumë kjo punë, e gjej shumë të bukur. Edhe më pëlqen shumë si bëhet kjo traditë. Mendoj se është shumë traditë e bukur dhe duhet ta ringjallin prapë. Shumë e lehtë. Edhe mendoj se mundet të shërben shumë për mësim dhe për zhvillim të talenteve. Artizanët pjesëmarrës në Qilin Fest me produktet e tyre vlerësojnë këtë fest dhe shprehen se këto tradita duhen ruajtur. Është viti disa herë që jemi pjesëmarrëse në panajire edhe në këtë aktivitet që tashmë është bërë traditë për Gjirokastrën. Risi janë punimet në argjend. Nga tradita e argjendit të Prizrenit kemi bërë një lloj binjakëzimi edhe materialin e parë e kemi zhndëruar në stoli të veçanta për të jeshtuar femrën. Tani me që filloi prap kërkesat që duhen, i kisha gati e grita tezgjan dhe kam filluar prap. Dhe kemi vazhduar, ka qenë mjetë që na duhej patjetër. Në familje shtrojmë qylyma, bëjmë sherkje për çoban, bëjmë çdo lloj gjë. Është shumë mirë që të vazhdoj. Të vazhdoj si traditë, pse të ikim këto që janë të trashëguara. Po, turistët e kanë shumë qejf, bile futen dhe burrat në të jo gratë. Unë kam marrë pjesë në të gjitha produktet bio që po bëjmë, gjërat artizanale, pra duhet që mos u mbasin tradita. Unë merre me likernat, me glikot, me reçelnat, me frutat e komplet zonës. Tani ka filluar sezoni dhe ne për artizanët nuk ka kur pushim, jo dimër, por edhe bear. Pjesë e eventit u bën qindra vizitorë që eksplorojnë Gjirokastrën në fundjavë, por edhe grupe të huajsh.
Mbrëmjen e djeshme është mbajtur në Gjirokastër edicioni 9 i takimit të polifonisë, një nismë që synon të afrojë të rinjt me këngët isopolifonike dhe vallet tradicionale të identitetit ton kulturor me drejtimin e mjeshtrit të madh Roland Çenko. Ky aktivitet i jep zë brezit të ri që synon të mbajë gjallë këtë traditë. Në një atmosferë të mbushur me tinguj të muzikës popullore dhe pasionin për rënjët tona kulturore, Gjirokastra mirëpriti mbrëmjen e djeshme, edicionin e 9 të takimit të polifonisë me moton Edukimi brezit të ri me këngët isopolifonike dhe vallet tradicionale gjirokastrite. Ky aktivitet vjen si një nismë domethënëse për të promovuar interpretuesit e rinj të folklorit shqiptar. Ne kemi pothuajse një vit që merremi me këto organizata të tilla, duke promovuar vallet dhe këngët si dhe isopolifoninë e Libohovës. Është vërtet një privilegj i madh për ne që të përcjellim këto tradita me anë të këngëve dhe valleve, si dhe grupit ansambli Libohova. Mendoj se të gjithë moshatarët tanë japin një kontribut sadopak të mirë për këtë komunitet, si dhe për këto organizata të tilla, dhe është vërtet diçka e mirë. Është një privilegj i madh që ne transmetojmë jo vetëm Gjirokastër, por në të gjitha vendet ku kemi marrë pjesë traditën e Libohovës, këngët vallet, ashtu dhe isopolifonik. Kënga dhe vallja polifonike janë një pasuri e madhe jo vetëm për ne, por për të gjithë njerëzit. Në drejtimin e mjeshtrit të madh Roland Çenko, kjo nismë synon të ruajë dhe të përcjellë artin e këngës isopolifonike, duke evidentuar talente të rinj. Shikoj që kanë interes të madh fëmijët, dhe kjo është diçka që unë kënaqem. Edhe vete pa problem, se sa vete më presin me kënaqësi dhe kanë dëshirën e madhe, duan dhe të tjerë të mësojnë, po varet se sa njohuri kanë. Megjithatë, po ecën mirë. Ky edicion dëshmoi se polifonia nuk është vetëm e së shkuarës, por e së ardhmes dhe se do të vazhdojë të dëgjohet në breza. Ylli Hadora nga Këlcyra prej gati 20 vitesh grumbullon bim medicinale në male. Ai thot se këto bim janë të rëndësisht natyrale dhe shumë kurative dhe të kërkuara si nga banorët vendas, ashtu edhe nga vizitorët që vinë nga mbar bota, ndërsa pavarësisht sfidave, 55 vjeçari nuk ka rreshtur për asnjë ditë të mbledhë dhe të grumbulloj bim medicinale, nga të cilat ka siguruar ekonominë e familjes së tij. Për 20 vite me radhë, Ylli Hadaj nga Këlcyra ka siguruar jetesën përmes mbledhjes së bimëve medicinale. Në vitin 2002, ai la pas jetën në Greqi për të rikthyer në vendlindje, me shpresën për një të ardhme më të mirë. Që atëherë, puna me bimët e egra është bërë pjesë e pandashme jetës së tij të përditshme. Kam qenë 10 vjet. Jam kthyer në 2002-shin. Tham ta ndërtojmë një jetë më të mirë këtej. Jam fermer, i kam bërë gjitha me blektori, me toka, me pak vreshta, po jugu i ka të gjitha bimët. I tregu huaj, Turqia, Gjermania, Amerika, nga Saranda, fushat e Vurgu deri në Çashov, përmetit, kufi me Greqinë. Kam mbledhur Blirin, Sherebelën edhe Çajin e malit. Pavarësisht sfidave, 55 vjeçari nuk ka rreshtur për asnjë ditë së mbledhuri dhe grumbulluar bim medicinale. Ai thot se fal këtij angazhimi, jo vetëm siguron të ardhura për familjen, por edhe ruan lidhjen me natyrën dhe zonën ku ka lindur. Sherebelën. Ja, 15-20 vjet po. Kam arritur 50 kuintal. Sherebel. Kam bajt familje, ai djal më mbaron shkollën tani. Po thuaj se më shumë i thaj tani Bearit. Dimrit janë ca lloj lulesh që e shesim më shumë direkt. Na pylli. Do vish mandeja me mjet. 5-6 orë. Në mal edhe 12 vinte, kur vini me kafsh. Në Malshov. Na Këlcyra 10-12 kilometra. Çoheshim në 4 dhe ktheheshim në 4 mbasdite. Puna me bimët medicinale, thot ai, e ka ndihmuar të ruaj aktivitetin fizik dhe të siguroj të ardhura për familjen e tij. Sezoni shartimit është drejt përfundimit edhe në Bashkinë Fineq, ndërsa specialistët më shumë rëndësi i kushtojnë shartimit agrumeve gjatë kësaj periudhe.
Bashkia e Finikit ka një sipërfaqe 44.100 hektar, nga të cilat 44% është fushore dhe 34% kodrinore. Ndërsa fusha e famshme e Vorgut, në këtë njësi vendore ka një sipërfaqe prej 9.000 hektarësh, nga të cilat 3.000 hektarë është këto kodrinore. Si rjedhim, banorët i kanë dhënë historikisht rëndësi frutikulturës dhe agrumeve. Fundi i muajit maj shënon edhe përfundimin e sezonit të shartimeve në Bashkinë e Finikit. Janë shumë specialistë të cilët ushtrojnë profesionin e shartusit, por janë të rrallë ata të cilët e ushtrojnë në formë dhe në mënyrë profesionale. Specialisti i fushës Stefanos Muraitis na jep disa detaje për sa i përket nevojës së shartimit të pemëve në fshatat e Finikit. Në këtë periudhë shartohen të gjitha frutoret, siç janë ullinjt, nerezat edhe shumë pemë të tjera. Për sa u përket udhëzimeve që japim, shartimet të bëhen nga njerëz specialist, të cilën të mos humbasim vitin e prodhimit që të bëjmë provë herën e parë dhe post në zuri vitin e ditë, zgjedhim njerëz që janë specialistë dhe kanë eksperiencë, të marrim mbi shartore, se kur bëjmë shartimin themi nën shartore, do të thënë ajo që ishte egër ose duam të ndrojmë varitetin, edhe mbi shartore është ajo që do të na japi prodhimin e të ardhmën. Mbi shartore të jenë të cilësisë të mirë, të jetë kohë mirë, të ketë lagështi të lëvizjes së lengjeve nga sistemi toksor drejt të trungut, edhe janë këto momentet, janë temperaturat dhe momentet më të mira që shartimi të ketë rezultat. Gjithsesi, në fshatat e Finikit vi shpesh specialistë edhe nga qyteti Sarandës për të shartuar pemët frutore apo agrumet. Qyteti i Përmetit është ndër ato qytete që ka ruajtur traditën e kultivimit të trëndafilave dhe luleve dekorative, por njëkohësisht në fokus ka pasur edhe mbajtjen pastër të mjedisit. Sipas Eftali Lapaj, përgjegjëse e sektorit të pastrim gjelbërimit, tashmë po vijon puna intensive për shtimin e hapësirave të gjelbërta. Në qytetin e Përmetit, vëmendje e veçantë është kushtuar këtë sezon kultivimit të luleve sezonale dhe pemëve dekorative. Sipas Eftali Lapaj, përgjegjëse e sektorit të pastrim gjelbërimit pranë Bashkisë Përmet, janë planifikuar mbjellje të shumta si brenda qytetit ashtu edhe në njësitë administrative të bashkisë. Tani jemi në periudhën e mbjelljes së luleve sezonale të verës, ku jemi të shtrirë në gjithë sipërfaqen e qytetit për mbjelljen e këtyre luleve, ku veç mbjelljes luleve kemi dhe shërbimet që i bëjmë trëndafilit, ujitje, punimet, kemi në pastrimin e barrave, të rregullimi, sistemimin e sipërfaqeve të gjelbra me barr, mirëmbajtjen e gjithë sipërfaqeve të mbjella me lule, të shtrirë në lagjen Mejden, lagja Partizani. Për sa i përket pjesës njësive administrative, pemë dekorative kemi mbjellë gjatë sezonit të dimrit, kurse lule u kemi ndihmuar me fidan, kur na kanë kërkuar fidan, ne u kemi ndihmuar dhe u kemi dhënë fidan për mbjelljen, i kanë mbjellë vjet ata. Lapaj ka bërë gjithashtu një apel të drejtë për drejtë ndaj qytetarëve, duke kërkuar mirëkuptimin dhe bashkëpunimin e tyre për ruajtjen dhe shtimin e hapësirave të gjelbërta. Duhet bëj dhe një thirrje, sepse kam hasur në trëndafila që mua janë këputur o dëmtuar trëndafilat nga bizneset private që merren me likote trëndafilave të reçelërave. Në fjalë, duke shkëputur këto, humbet bukuria e trëndafilit që është dhe lulja. Gjithsesi ne kemi bërë dhe në rrjetet sociale një shpallje që t'i ruajmë, sepse ruajtja atyre e gjithë secilit prej nesh është duhet të ruajmë të gjithë për të zbukuruar qytetin. Ndërkohë, punojësit e këtij sektori po vijojnë me ritme intensive punën në terren për të siguruar një ambient sa më të pastër, të gjelbërt dhe të këndshëm për të gjithë banorët e zonës. Klubi i krijuesve dhe artistëve të Sarandës Jonian prezantoi në Livadhia të Finiqit 2 vëllime poetike të shkrimtarit Panajot Boli. Ky aktivitet u organizua në bashkëpunim me Shkollën e Bashkuar në Livadhia.
Pyeta Sirin e Kaltërt dhe Pranvere Kaltërt ishin dy vëllimet poetike të autorit Panajot Boli, të cilat u prezantuan në një ceremoni të veçantë nga klubi krijuesve dhe artistëve të Sarandës, Jonian, në bashkëpunim me Shkollën e Bashkuar Livadiat të Bashkisë Feniq. Pallati i Kulturës Katina Papau mbush me shkrimtar nga të gjitha trevat e jugut, mësues dhe nxënës, për të nderuar poetin dëgjues Panajot Boli. Në këto dy vëllime të fundit të vazhdojmë atë vendlinje që është tema kryesore të nxënësve të mi, të cilët janë gjithmonë pjesë e veprimtarisë time, krijimtarisë poetike, gjithashtu edhe probleme sociale që ka të bëjë me problemet e sotme të shoqërisë, sidomos në disa shkrimet, në disa poezitë të tilla që kanë të bëjnë me problemet që po ndeshën shoqëria e sotme. Kryesia e klubit Jonian ka ndërmarrë së fundmi një nisë për të ofruar nxënësit dhe fëmijët me librin, duke organizuar aktivitete të ngjashme nëpër shkollat të Sarandës, Delvinës, Fenikit dhe Konispolit. Të falenderoj veçmas nxënësit që me kaq pasion, me kaq zë të ëmbël i recituan poezitë e Panajotit. Panajot, jemi fat mes nxënësve ke qenë përherë nxënësit ta promovuan veprën dhe është nga promovimet më të bukura, më të mira që ne kemi bërë se klubi i krijuesve Jonian. Aktivitetin e përshëndetën midis të tjerëve dhe dy veteranë të gazetarisë dhe të letësisë, zotërinj Shkëlqim Hajno dhe Sanaz Dino. Unë falenderoj të gjithëve që u bën pjesë lam nga një punë të vogël secili për të kontribuar në një aktivitet shumë të rëndësishëm në llojin e vet dhe shpresoj që kjo do të vazhdoj edhe në vijim mëtej dhe veprimtari të tjera të konceptuara jo vetëm nga kryesit Jonian, por në përgjithësi nga këtë djep i rëndësishëm i kulturës, siç është minoriteti i direkt. Kjo poezi ishte një poezi e thjeshtë, pa shumë ndërlidhime dhe shumë sofizma dhe stilizime formaliste. Kjo nuk është gjë e keqe, është gjë e mirë. Thjeshtësia është edhe s'më këndare ashtu shkrimtar i madh, por nuk është shkrimtar i vështirë. Nxënësit e shkollës Lefter Livadia recituan poezi dhe bashkëbiseduan me poetin Panajot Boli, i cili ka botuar deri tani 10 libra letrar, 4 prej cilave janë në gjuhën amtare greke. Të nderuar shikues, kemi mbritur në fund të informacioneve të përgatitura për këtë ditar informativ. Ju faleminderit për vëmendjen, shikim të këndshëm të programeve në vazhdim. Bashk, miru takofshim.